por si këngë e zogut verës që vallëzon blerim të prillit, por si amli fladi verës që lmon gjytë të trandafilit, por si vale bregu detit, por si gjamar fesh gjetare, por si ushtime njaj tërmetit, ashtu është gjuha jonë shqiptare. Por si këngë e zogut
Të nderuar të pranishëm, të nderuar përfaqësues të komunës së Çajirit, botues, miq, dashamir dhe adhurues të librit dhe të fjalës së bukur shqipe. Mirë se erdhët në aktivitetin e radhës që realizohet në kuadër të manifestimit Panajiri i Librit Shqip 2026, me qras në këtë ditë të bukur, mes aromës së librit do të njihemi me biografinë dhe krijimtarinë e poetit dhe studiuesit të mirënjohur nga Gjilani, zotëri Nexhat Rexha, ku do të bëjmë edhe përurimin e librit të tij me zgurësh përkundër ëndrat, botim i shtëpisë botuese Faik Konica, që ka ardhur si një kurorëzim i dy përvjetoreve të rëndësishme të autorit, 70 vjetorit të lindjes dhe 40 vjetorit të krijimtarisë letrare të tij. Gjithashtu, përshëndesim dhe praninë e drejtorit të Galerisë Nacionale në Shkup, zotëri Ali Sinani. Faleminderit. Falenderojmë gjithashtu edhe flautisten Dea Nureddini për muzikën e këndshme dhe Nurin që i dha kësaj ngjarje. Fillimisht, ju lutem që të më lejoni që t'ju njoh me veprimtarinë e poetit dhe studiuesit Nexhat Rexha. Nexhat Rexha u lind në Topanic, komuna e Dardanës. Shkollën fillore e kreu në vendlindje të mesme në Dardanë, kurse Fakultetin Filologjik, Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në Shkup në vitin 1980. Një dhe ndër arsyet sepse bëhet edhe përurimi i librit të tij, konkretisht në kuadër të manifestimit Panajiri i Librit Shqip në Shkup. Punën e ka filluar në shtator të vitit 1980 dhe për disa vite ka punuar profesor në gjimnazin Nan Mari, nga viti 1992 Ismail Qemali në Kamenic. Gjatë viteve 1990-1999 ka udhëhequr aktivitete kulturore në trevën e kësaj komune, duke kryer edhe shumë detyrë të tjera me rëndësi kombëtare. Në mars të vitit 1990 zgjidhet kryetari i Forumit të Intelektualëve Shqiptar në Kamenic. Me fillimin e proceseve demokratike është angazhuar edhe në jetën politike në rrethanat e okupimit klasik të Serbisë në Kosovë. Në dhjetor të vitit 1990 zgjidhet antar i kryesisë së degës së LDK-s në Kamenic. Në zgjedhjet e vitit 1992 është zgjedhur deputet i Kuvendit të Kosovës nga komuna e Kamenicës. Në prill të vitit 1997 zgjedhet inspektor i arsimit komunal në Kamenic deri në vitin 1999. Në prill të vitit 2000 zgjedhet përgjegjës i arsimit komunal në Kamenic. Në zgjedhjet e para komunale në vitin 2000 zgjedhet zëvendës kryetar i komunës së Kamenicës. Në shkurt të vitit 2003 zgjedhet drejtori i gjimnazit Ismail Qemali në Kamenic. Në 2004 zgjedhet deputet i Kuvendit të Kosovës. Në vitin 2009 fillon punën profesor i gjuhës në gjimnazin Ismail Qemali, ndërsa në vitin 2011 zgjedhet drejtor i gjimnazit Ismail Qemali. Në vitin 2015 rikthehet profesor i gjuhës shqipe në gjimnazin Ismail Qemali, ku punoi deri në pension. Gjatë viteve të 90-ta ka udhëhequr grupi letrar të shkollës dhe ka botuar revistën shkollore Editoria për disa numra në gjimnazin ku punoi. Është njëri ndër themeluesit e klubit letrar Nositi që nga viti 1996. Pas luftës së vitit 1999, gjëgjësisht nga viti 2001, fillon të botojë revistën letrare kulturore Nositi. Aktualisht është kryetari i klubit letrar Nositi dhe kryeredaktor i revistës po me këtë emër. Nexhat Rexha merret me krijimtari letrare në zhanrin e poezisë, prozës dhe kritikës letrare. Ka botuar poezi. Librat me poezi janë Ndritja e pikës K, Unazë qiellore, Vendja kujtesës, Fluturojnë zoq në kafas, Pikojnë në heshtje, Duke kërkuar hijen tënde, Dalja prej anatemës, Përzjedhje dhe parathënie nga Mehmetali Rexheti, Prangosje kokësh, me zgurësh përkundër ëndrave. Nexhat Rexha gjithashtu ka botuar edhe një varg shkrimesh, estetike, kritik letrare, tregime dhe në bashkëautorësi me shumë autorë të tjerë. Gjithashtu, veprat e tij janë përkthyer edhe në gjuhë të tjera. Boton shkrive në disa gazeta, revista, portale në gjuhën shqipe, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Kosova lindore, si dhe revista të tjera. Në vitin 2019
Ministria e Kulturës e Republikës së Kosovës e nderoi me çmimin vjetor për letërsi Ali Odrinja. Në vitin 2025, Kuvendi Komunal i Kamenicës e nderoi me mirënjohjen Vena e Art për vlerat e arira artistike, si dhe gjithashtu është fitues edhe i disa konkurseve letrare. Është kryetari i klubit letrar Nositi, antari kryesisë së Ars Klubit Beqir Musliu, kryeredaktori i revistës letrare Nositi Derdan, gjithashtu dhe redaktor e recenzent i shumë librave letrare dhe shkencore. Jeton në vendlindjen e tij në Kamenicë, Derdan. Tani kam delin të ftoj kryesuesin e Këshillit Komunal të Çajirit, zotëri Muhamet Morteze, të na thotë disa fjalë për këtë ngjarje me peshë kulturore që realizojnë këtë ditë në çarshit të vjetër të Shkupit në kuadër të panairit të librit shqip dhe verës kulturore të Çajirit 2026. Urdhroni zotëri Muhamet. Faleminderit shumë Valbona, të nderuar pranishëm, përshëndetje për gjithë ju dhe një sekondjarë në këtë promovim të librit të autorit tonë të nderuar dhe të respektuar, Zoti Nezha Prezha, të cilin e përshëndesim përgjithsisht dhe i përshërojmë mesazhin në Shkupin tonë dhe në Shkupin e tij, sepse ne sa kultura dhe të seduam aty afër, ata seduam në Shkup. Dhe ditët studentore zaten janë ditët më të mira të njeriu, prandaj po e quaj edhe Shkupi i tij, është veçanërisht nësi për ne si komunë që e kemi në mesin tonë. Përndryshe, si do tha dhe Valbona, ne jemi në kuadër të panairit të librit shqip Shkupi 2026, i cili ka filluar sot në hapin solene në ora 9:10, dhe ky panair do të gjatë deri ditën e diel pra 7 shkor. Përveç karakterit ekspozues dhe stendave, sa mënyre e shitblerje një zbotuese o lexuesve, ne kemi përgatitur një program, që zatishesh dhe në sa i përket kontamineve, recitaleve, takimeve, zbotues, autor, lexues, ngjarjeve poetike e kështu me radhë. Një kënaqësi e veçantë është ngjarja e parë që po ndodh pasi hap panairi është në kjo. Promovimi i parë që do i vëmë lidhje të autorit tonë të nderuar. Dhe uroj ta ketë këmbën e mbarë në mënyrë se gjitha aktivitetet tona pastaj të shkojnë të shkëlqyer. Valbona lexon një jetë të bujshme, shoqërore, politike dhe kulturore dhe përkaj asaj që na u tha, ndosë që nuk kemi çfarë të shtojmë, vetëm mbetet për një herë që ta përgëzoj për gjithë punën që e ka bërë në jetën e tij, për gjithë kontributin që e ka dhënë gjithandej, duke uruar që ta ketë shëndetin dhe që kontributi i tij të vazhdojë edhe më shumë në të ardhmen. Edhe një herë, të nderuar, faleminderit shumë që erdhët sot në Shkup dhe na nderova me këtë kënaqësi. Dhe jo rastësisht e zgjodhëm sheshin Skënderbej, pasi është mbrojtësi i trojeve tona shqiptare, pa marrë parasysh kudo që jemi, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe kudo që janë shqiptarët lugin prej shefës e më djel, gjithmonë ne dëshmojmë me figurën e Skënderbeut tu para për të treguar se ne do të jemi bashkë dhe gjithmonë veprimtaritë e ndryshme do t'i realizojmë bashkë kudo që të jemi, kufij nuk na ndajnë. Dhe tani kam kënaqësi të ftoj Sabit Rustemi, kryetar i Ars Klubit Beqir Musliu Gjilan, të flet për veprimtarinë e poetit Nixhat Rexha. Urdhroni zotri Sabit. Përshëndetje për të gjithë, e përgëzoj edhe komunën e Çajirit. Është një ngjarje jashtëzakonisht domethënëse çështja e këtij panairi ku midis Shkupit dhe pranë Skënderbeut në një veprimtari letrare edhe në avënim të letërsisë shqipe. Dhe një ngjarje që besoj do të bëhet traditë në Shkup. Unë po i kthehem temës edhe kryepersonazhet e këtij
aktiviteti. Do të po I kthehemi veprimtarisë në fjalë provimit librit në Gjatregjës, librit më të ri, që u përmend mes Guresh përkundër ëndrat, libër që është botuar në 7 vjetojnë e lindjes së autorit. Është përruar edhe në Gjilan, po knarësia e Shkupit është diçka më e madhe. Në Gjatregjën njihemi që nga fillimi viteve të 90-ta, njihemi nga kohrat e vështira, po aja që na ka afruar më shumë gjatë gjithë kësaj periudhe është letërsia. Një letërsi që po na mban bashkë edhe sot, qoftë duke shkruar, qoftë duke vepruar në afrimimin e saj. Natyrisht u tha që krimtarinë edhe mori me krimtari e ka nisur që herët në vitet 80-ta, po me botime, për shkak se është një krijues që mendon bukur shumë derisa botoi libër, me botime fillon nga viti 2003 këndej. Brenda një qarku kohor, për 23 vitesh, thjesht ka botuar një seri libra, dikon një 16 apo 17 libra nëse s'gaboj, edhe të natyrave që u përmenden, poezi, prozë dhe kritike letrare, natyrisht edhe është shpërblyer. Po, ajo që ka është me rëndësi, ka krijuar një përvojë krijuese dhe pikërisht frutet e asaj përvoje krijuese nga gjitha botimet e drejtashme, më së miri i ka demonstruar apo realizuar, më shqip, në librin më të ri mes Guresh përkundër ëndrat, që është votuar në përkujdesin e shtëpisë botuese Faj Kunica, që është e pranishme në këtë panajër. Libri është I këtij viti, normalisht edhe panajëri përmbohet për herë pa këtë vitin në Shkop. Unë kam bërë një shkrim pak më të gjatë rreth këtij libri, por do të lexoj vetëm disa pjesë, jo të gjithën. Vëllimi më I ri poetik I Gjatregjës mes Guresh përkundër ëndrat konceptuat dhe ndërtuat përmes 6 cikleve, të cilat së bashku përbëjnë ngrehinën më të re poetike të këtij autori, ngrehinë kjo që vjen me konsoliduar fazë shprehjes poetike, figuracionit artistik dhe kumtipësisë së vargut. Lidhshmëria e cikleve brenda vetë veprës është shumë e natyrshme. I karakterizon e njëjta gjuhë dhe frymë poetike përmes ngjyrash të nduarta nga njëra poezi në tjetrën, ku lexuesi përjeton një kënaqësi të veçantë shijimi, duke u përkundur mes Guresh e ëndrash e frymëzimesh të reja poetike, të cilat me bukurinë e tyre e tërheqin dhe për një lexim të dytë lexuesin, po edhe studiuesin. Duke realizuar një shërtitje, thoshta leximi e shihimi në për cikle, mund të ndjerim këto përfundime nisur që nga cikli I parë e deri te I gjashtë, me të cilin edhe përmbyllet kjo përmbledhje poetike. Natyrisht unë do të kaloj disa cikle për shkak se shkrimi është pak më I gjatë. Do të përqendrohem te cikli I parë, te një cikli mesim motet të ndryra dhe te cikli I fundit dhe te cikli I fundit. Pak problem? Jo, se kam problem me që në kam. Frymëmarrja e dheu është dhe cikli hapës I kësaj përmbledhje, e cila njëkohësisht edhe shënon 70 vjetorin e këtij autore, lindjes e këtij autore. Nëpër 16 pjesët poetike apo poezit e këtij cikli, poeti në Gjatregja shpalos dimensionin më të drejtë për drejtë dhe dashës dhe historinë e vendit të tij, ardheu I tij Kosova. Shfaqet si qëndësi e gjallë, si frymë dhe si plagë e hapur e kujtesës kolektive. Në këtë cikël, poezia është ndërrohet në dëshmi dhe reflektim mbi fatin historik të popullit, mbi lirinë dhe mbi dhembjet që e kanë shëshuar atë natyrisht përmes një gjuhë poetike që gjithnjë shpërfaq art dhe krejt atë që e ndjen pa far patetizmi, po me një gjuhë poetike e artikulon si artist I rryer I skenës letrare.
Ardheu i Gjatreqës nuk paraqitet vetëm si hapësirë gjeografike, por si përjetim i thellë emocional dhe historik, si identitet dhe ekzistencë shpirtërore në përkohë, që nga antikiteti i hershëm e deri në ditët e sotme. Ai është një tërësi. Është problem me këtë. Ai është një tërësi e pandashme, një trup i gjallë që merr frymë përmes kujtesës, sakrificës dhe rezistencës e brezave. Në këtë mënyrë, ky atë ndërrohet në një koncept të shenjtë poetik i lidhur ngushtë me jetën dhe vdekjen, me lirinë dhe robërinë dhe këtë atë që e përjetoi. Sytë janë ngrirë në brendit e lisit dhe brenda trupit kanë hyrë insekte. Ato pamëshishëm presin gjymtyrët si sopat që shkallon rënjët. Një shembull i kësaj që u tha më lart prej pozicë sy e vesh në pritje për ty, faqe 10. Një element i rëndësishëm i këtij cikli është kujtesa historike dhe heroike. Përmes referencave ndaj figurave, ngjarjeve dhe vendeve simbolike, poeti ndërton një rrëfim të fuqishëm për qëndresën dhe sakrificën. Lufta, liria, rezistenca shfaqen si tema qendrore, duke e vendosur individin brenda një historie më të madhe kolektive, si bie fjala. Aktet e grisura nga lendin në Krekosje, për datat e papërcaktuara në Molisje, etja digjet në shikimin e harruar. Nga poezia Shikimi i jetër, faqe 18, nga poezia më të mirë të librit. Po ashtu cikli shfaq një ndjeshmëri të theksuar ndaj dhimbjes dhe humbjes. Ardheu shpesh përjetohet si i plagosur, i ndarë dhe i përballur me padrejtësi historike. Megjithatë, kjo dhimbje nuk e shuan shpresën, përkundrazi, ajo e forcon ndjenjen e përkatësisë dhe të qëndresës. Në këtë mënyrë poezia bëhet një formë e rezistencës shpirtërore. Për shembull, kushtrimi kryengritës bën melodinë për mëngjeset e munguara, kur jeta vepron në litorin e fatit, ka përqen dhembjet e zgjuara. Pamje kosmose, faqe 14. Në aspektin estetik, Rexha përdor një gjuhë të fuqishme, simbolike dhe epike, imazhet e natyrës, detit, vargmaleve dhe stojive ndërthuren me figura historike dhe mitike, duke krijuar një univers poetik të gjerë dhe dramatik. Ky stil jep ciklit një ton solemn dhe reflektiv, ku emocioni dhe historia bashkëjetojnë. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është lidhja e Ardheut me Mërgatën dhe përjetimin personal të largësisë. Ardheu nuk është vetëm vendi i origjinës, por edhe një kujtim që bëhet kudo, një frymë që nuk shuhet pavarësisht largësisë fizike. Kjo jep ciklit një dimension universal të mallit dhe të identitetit. Për shembull, kalorimi të personu i varur, fytyrë boshatisur ëndrën një vjeçare, me këngën ngushëlluese në lotën e tharë, pranë agjakut të mëngjesit, ku vendim, ku kafeja dërton me verigën e jetës për ty e për ne dhe për një zot në përtypje të shikimit maratonik. Është poezia në betejën e kufive, faqe 26, ku shihet qartë se as pak nuk ka erë patetizmi në poezinë e tij, po ajo që thuhet me një gjuhë vërtet poetike. Frymëmarrja e Ardheu, si cikli i parë i këtij libri, ngre Ardheun në një nivel të simbolit shpirtëror dhe historik. Në gjatë Rexha arrin të ndërtojë një poezi ku individi dhe kombi bashkohen në një frymë të vetme të kujtesës dhe lirisë. Ka përse disa faqe. Është një cikël mes librit, në motet e dremitura, nga ciklet më të realizuara, thujem. Ky cikël motet të ndryshme shfaq një dimension më të thellë filozofik në krijimtarinë e Gjatreqës. Ku në qendër vendoset koha
si fenomen ekzistencial dhe si forcë që formson jetën, kujtesën dhe fatin e njeriut. Në këtë cikël, koha nuk paraqitet thjesht si rrjedhë lineare, por si një fuqi e gjallë që shpesh e pamëshirshme që përpin vetveten dhe gjithçka rreth saj. Motivi kryesor që përshkron poezitë është kalueshmëria dhe pafuqia e njeriut përballë kohës. Në shumë vargje, koha shfaqet si një mekanizëm që shkatëron, harron dhe transformon, duke krijuar një ndjenjë ankthi dhe pasigurie. Shpreha koha e hakon përmbledh këtë ide të fuqishme duke e paraqitur realitetin si një cikël të vazhdueshëm konsumimi dhe humbjeve. Koha e hakon haptës, ece mos plas, nga duartërkitjet bastarde na ruaj o Zot kohën tonë. Koha e hakon faqe 61. Një element i rëndësishëm i këtij cikli është lidhja e kohës me kujtesën dhe historinë. Poeti e rikthen në vargje figura, mite dhe ngjarje që lidhen me të kaluarën kolektive, duke e bërë kujtesën një formë rezistence ndaj harresës. Referencat ndaj figurave mitologjike dhe historike, si dhe ndaj vendeve simbolike, e zgjerojnë dimensionin e poezisë dhe e lidhin atë me përvojën universale njerëzore. Një shembull, muret e Trojas e hanin gurët e përgjumur, kurse mbi supe kulmet rënkonin në gëllimin në shfaqjen e spektaklit. Plasat e gurit lëtojnë dhe vijat me katare në ngjyrën e përport. Zjarre dhe hiri ruajnë, o gjakun në ndezjen e mëngjeseve dhe ne ngjyjmë bukën me shpresë. Ngjyjmë bukën me shpresë. Një nga metaforat më të bukura të librit. Shpresë me katare, faqe 72. Po ashtu në këtë cikël shfaqen qartë edhe tensionet shoqërore dhe morale. Poeti kritikon hipokrizinë, harresën dhe deformimet e kohës moderne, duke shprehur një shqetësim të thellë për humbjen e vlerave. Njeriu shpesh paraqitet si i humbur në këtë rrjedhë i përbollur me zgjedhje të vështira mes dritës dhe errësirës, ndërgjegjës dhe mashtrimit. Peshorja e zjarrt nuk ngopet me ironinë sundimtare. Mizorit në verice këpusin degët e lisave qëndres kur kujtesa me zon. Kur kujtesa me zon. Në peshorën e kujtesës, faqe 62. Megjithatë, përkundër kësaj tabloje të zymt, në poezi mbetet e pranishme edhe shpresa. Ajo shfaqet në formën e dashurisë, kujtesës dhe besimit në vazhdimsi. Elemente si drita, deti, natyra dhe fjala poetike krijojnë hapësira të vogla shpëtimi ku njeriu mund të gjejë kuptim dhe qetësi. Gjua poetike e Regjës në këtë cikël është e dendur me simbole dhe metafora të qelluara, përmes të cilave nxit lexuesi një meditim të thellë. Motet të dremitura është padyshim cikli kryesor dhe më i realizuar i këtij libri, që trajton kohën si sfidën më të madhe të ekzistencës njerëzore. Përmes një poezie të pasur dhe reflektuese, poeti arrin të shprehë ankthin, kujtesën dhe shpresën e njeriut përballë rrjedhës së pandalshme të jetës. Argimet lindin me emrin tënd, një titull shumë simbolik i këtij cikli. Nxjerr në pa një udhtim të brendshëm ndjenjësor, mos më thënë emocional, por dhe artistik, ku dashuria, mungesa dhe kujtesa bashkëtojnë në një hapësirë të vetme lirike. Në epicentër të frymëzimeve të poetit qëndron figura e tis, apo e të dashurës, e cila nuk paraqitet thjesht si një person konkret, por si një prani e shndërruar në simbol të dritës, të jetës dhe të frymëzimit shpirtëror. Ajo është njëkohësisht afër dhe larg, e prekshme dhe e parritshme, reale dhe e ndruar. Ecja nga dolçej hapat, në vështrinë të buzëqeshjes, nga lodhja dhe etja për ata sy. Kodin e qelësit zjarmia e la pa frymë, kurse dridhjet shtanguan në gjakim të ëndrrës skofjare. Në hijen e vështrimit faqe 102.
Një nga boshtet kryesore të ciklit është ndjenja e dashurisë së thellë, e cila shfaqet në forma të ndryshme, si mbështetje, si qetësim, si frymëzim dhe si forcë që mban gjallë subjektin lirik. Ti që në këtë rast pandehet se është e dashura apo dhe personi i ëndrës, është dora që shërngon, lotja që fshihet, drita që shfaqet në errësirë dhe fryma që jep jetë. Kjo dashuri nuk është statike, por e lëvizshme, e ndërtuar mbi përjetimet të vazhdueshme ndjenjësore. Dhe për ta përmbledhur gjithë këtë përjimtim poetik e ndjesi që me dha vepra më e re poetike e Nexha Tregjes me zgurësh për kundër vëndet, që çdo mend, edhe si titull, është metaforë në vete, si tërësi poetike, ka thelluar dhe pasuruar më të shprehjen artistike, po dhe me vlere e prurje të reja, të cilat i japin një dimension tjetër këngëtarisë së këtij autori, por edhe e pasurojnë dhe letërsinë tonë. Ju falenderoj. Faleminderit zotri Sabit. Në betejën e kufive, në malet e zemrës peshojnë dhembjet. Në parafytyrim herënd vinë të marrim shërëtimën e ruajtur në përbrezni. Kafshojnë verbimin magjipshëm, mburojnë pllakat e vjetra me dheun e shekujve të përgjakur, ngatërojnë bukurinë e hijeve, të lisave që ndres, presin takimet e fushbetejave në rrugën e fiseve tona. Kalërimi po tjetërson ujvarën, hytir bushatisur ëndrën 1000 vjeçare, me këngë ngushëlluese në lotin e tharë, prano gjakut të mëngjesit ku vendim. Kur kafeja dërton në vergin e jetës, për ty e për ne dhe për një zot, në përtypje të shikimit maratonik. Sytë në fortuna përbiruan pa gjumësin, armët jetë gjata shkrin kur me gur. Dhe mundin urejtjen e vdekjes, atë dit, dialogu kafshoi buzën tinësisht. Koha lexoi epitafin për betejën e mashtrimit, kurse atë dit, kufiti dogjën bashk me trupin e Giordano Brunës, në logun e drurave zjarr. Në atë vend pas 3 shekujsh, vizullon hija e përflakur në hi. Në betejën e fituar të vdekjes, perëndit për dit, fjalose në pafajsi. E lëkura ime e regjur të merësisht, rikthen ëndrën e vjedhur, kujtes, si mburoj pikturash në muranën time. Brejtësit punojnë mbi pikturën e vjetër. Poezia ka qenë dhe mbetet kur do herë një normë e lartë vlerësimi për elitën më të lartë shoqërore. Me anë të poezisë mund të kuptojmë lartësimin e meditimit të shoqërisë, statin dhe kultivimin e kulturës, por njëkohësisht dhe potencialin intelektual të një shoqërie të saktuar. Tani është momenti për urimit të librit, me zgurësh përfunden ëndrat. Vështrimin për veprën do ta sjell Magjistër Arsim Halili, urdhroni. Të nderuar zonja e zotrin, punimin tim e kam titulluar Frymëria poetike, një forcë brendshme artistike. Poeti Nexha Tregja, nga fillimi deri në fund të realizimit të kësaj përmbledhje, rreshtohet në anën e së drejtës, nuk e parcializon atë, por gjithnjë këtë nocion, qoftë individual apo edhe kolektiv, si i tillë pa u amencuar e sjell përmes diskursit poetik të qëndrueshëm. Një hyrje estetike në përmbledhjen poetike me zgurësh përkundën ëndrat të Nexha Tregjes. Tani që ne po jetojmë në realitetin postmodern, duket se njeriu i kësaj kohe synon me gjithë forcat e vetralizimit dhe afirmimin individual, pra synon zotrimin e atij mjedisit shoqëror kozmik përmes vetvetes. Të tillë tronditje të universit që përthyet përmes 9 muzave të njohura inspiruese,
duket se në për to ka kohë që shpihen edhe vetë autorin në Xhatregja. Derisa lexojmë poezinë në Xhatregjës nga cikli në cikël, mund të pohojmë lirshëm se lirshmëria dhe figurative e vargjeve me raste edhe konvertohet edhe në kumte universale. Gjatë gjithë leximit të kësaj përmbledhje poetike mund të themi si diskursi simbolik krijon shtratin ku përthyet uni lirik i formave dhe trajtave të ndryshme. Pra, me një fjalë, mund të themi se shenja në poezinë e në Xhatregjës vendos nivele intrastive dhe autonome brenda spektrit të gjerë të interpretimeve, prej nga rrjedh edhe forca suggestive e poezisë. Nga leximi i parë, në leximin e parë poezia e këtij libri vjen e butë, fine, thuajse e të huazuar nga ashpërsia gjithandej në mjediset tona, si shprehë poetin e vargje. Ai dhe ata hynë thellë e më thellë në butësinë mes grimcave të ëndrës dhe lindjes diellore. Por jo gjithë poeti e ruan këtë gjendje të unit lirik. Papritur e na shkalon si të tillë këtë gjendje, deri diku amorfe, dhe domosdoshmë vijnë përplaset, ku ndërtimi i papritur përmes teknikës së unit lirik shpërfaq dinamikën, preokupimet e megjithatë tregohet i kujdesshëm në endjet e fillit të vargjeve për një fat gjithsesi vuan në gjithë përditshmërinë e vet. Nuk duhet të harrojmë se gjatë gjithë leximit të vargjeve të poetit Regja, ai bën një zhveshje nga mjegulla semantike, edhe pse dukuria e transformimit të pronësisë së risistematizimit janë të pashmangshme në poezi edhe në këtë rast edhe të poetit në Xhatregja. Simbolika e kohës në poezinë e Xhatregjës. Simbolika e kohës gjendet me sjellje dhe shkrirë brenda gjithë strukturës së gjitha cikleve të kësaj përmbledhje. Derisa lexojmë përmbledhjen e kuptojmë me fjalë se fjalët poetike derivojnë pa pas shumë ngjyrash, po edhe kompleks. Në kohë ikjesh vinë me bubullime, ikjet braktisin stinë të akull ku mungon durimi i pritjes. Koha dy luftim, i pandal të ruajtur ngjyrën e rrejve. Koha irriton shikimin në kohë të zbrazët të tjerë. Një element tjetër, domethënë në vargun e poetit, padyshim është edhe kthimi në antikitetin e lashtë, gjithsesi simbolikën mitologjike, dhe që krijon një farforme, një relacion virtual antik postmodern, ku në këtë rast nuk mungojnë figurat, muzave me pshertimat, me melodinë e Orfeut dhe dashurinë qumshtore të Rozafës, rastësisht e kam prekur flakën e Zeusit. Megjithatë, potencojmë se aktualiteti social padyshim e gërvish me mbranën e ndjeshmërisë poetike të autorit Regja. Në këtë përmbledhje poetike ka revizuar imazhet e qarta suggestionuese, të cilat domosdoshmë konvertohen në figura që në kohë dhe hapësirë krijojnë disa arketipe të domosdoshme. Dhe e pari në fund, poezia në Xhatregjës të lexuesit vjen si forcë e brendshme, e plotë, ndonse me raste duket shkurt strukturalisht, por është e rëndësishme e pasur me elemente shprese e filtruar në labirintet të vetdijes me atë në rishir të vargjeve dhe kumte poetike, qoftë tekstit apo edhe nën tekstit, bën për zgjedhje pa u sforcuar, natyrisht me raste edhe duke dhënë ngjyrime intimes, jo rastisht e poeti shfaqet ky orkestrim dy zërësh, ritmikisht të harmonizuar që më së miri lexohen në vargjet e poezive të ciklit të fundit, agimet lindin e emrin tënd. Në përmbyllje të punimit duhet të shtoj se poezia në Xhatregjës ka dimension universal të hetueshëm me elemente mikrokozmike, por as reale edhe toksore. Rezultojnë të jenë në honën e kohëve apolitike, nëse mund të shprehemi figurativisht. Këto tablo poetike autori Regja i shkërmos në tablo realitetesh, duke zhvarros nga e kalura. Akti krijimit fiton frymërin të lehtësuar, tani duke përdorur edhe sfondin poetik si diçka edhe dekorative. Ju faleminderit për vëmendjen,
Sukses autorit. Faleminderit zotri Arsim. E pa thëna, gjithmonë më kanë ndjekur e pa dushmja fjalë. Atëherë, kur goja ishte në ndry dhe fytyra pa buzëqeshje. Kam kërkuar të pathënën ta gjej në galerinë e brezit tim, kur njeriu e hante kohën me vështrim dhe bënte roje në plasat e gurit. E pathëna më gëzonte e me pa bërë për vete, ditë e natë. Për një fjalë dhe një testament, biro, ne kemi luftuar me qenë bashkë. Kjo e pathënë u shëndrua në lotin për një mal ëndrash, kur njeriu mundi tërbimin e kasapaneve të goljotokut të nishit. E fjala e pathënë gurzoi të pathënën në gurin që peshon në vendin e vet bashkë me qeleshën mbi kokë. Fjala rodhi pa u ndal me djersën e ballit dhe me kallot. Ruajtën shpresën në hullin e përjetësisë për lirin e munguar. Dhe tani, ftoj atë i cili na ka mbledhur këtu, autorin në gjatë regja të na thot disa fjalë. Dhe ju urojmë jetë të gjatë në punë dhe krijimtari. Urdhroni zotin e gjatë. Faleminderit, Valbon. Unë fillim përshëndes kryetarin e kuvendit, unë e këthem se atje Muhamet Mortezin, drejtorin Ali Sinani dhe profesorin e arsimit Alin Farizi që erdhi tashme dhe gjithë juve të pranishëm. Njeri në këto momente pak e ka vështirë të thotë për librin, po atë mishtemi sabiti dhe arsimi i thanë, ato që i kanë lexu dhe ju keni dëgju sot, po shkupi vërtet është pjesë e jetësimit. Dashte, 4 vite këtë rrugë kemi shetitë dhe ëndrat nuk na kanë tradhtu. Ju lutem, ëndrat runi dhe kur mos i thuni jo ëndrave tuaja. Më tha nxënëse ime që kisha punu në gjinazë shkëlqyshme, tha profesor bre, u martova heret e mbeta pa fakultet. Tash jo ti ke kryer fakultetin, ja disha biografinë. Jo tha vajzë, po sa unë mbeta pa fakultet, tash ke fakultet mërti unë sa di ke edhe magjistratur, tha. Pse? Po tash vajza yta ka magjistru, tha po, tash po ti je magjistre, çka po do ma shumë? Pra, kjo është ëndra jon që mos të heqim dorë nga ky vend. Në vitet e 90-ta si bëshin ato fryma politike. Shihe në shkëndia të Ballkanit se tu do të kriz diçka. Edhe me një muhabet dasëm dikon preshel, po më thot një mik, si profesor djali i ri në atë kohë, tha, kur do ta fitojmë lirin? Thash, po mo, liria është e na, po kur? Lirin do ta fitojmë, thash, atëherë, kur në raftet e bibliotekave europiane do t'jenë edhe librat e autorëve tanë. Dhe mendoj se e kemi arritë si popull, edhe me shumë dobësi që po na përcjellin vazhdimisht. Një popull që di ta ruaj fjalën e tij për të shkruar në libra, ata do t'i mundin robrit dhe do t'jenë ambasador të vendit tyre në gjitha kohë. Këto ka dëshmu që nga antika me veprat e Homerit e kështu me radhë që edhe brezi ynë jemi pra në këto shtigje të ardhmes. Çka them? Profesor Anton Nil Berisha ma redaktoi librin, kisha respekt për të, në një përvojë të gjatë, profesor nivelet evropiane, dhe nuk jo përzita shumë, po e kish gjetë titullin ma mirë se unë nga një varg atje poezi që kisha shkruar, s'do ta kisha gjetë kur, dhe vërtet në zgurësh që ngrojnë ëndrat tonë. Dhe ne jemi ata që ta shikojmë këtu. Dhe çka me falenderu Valbonin, kjo është shkaktare e këtij evenimenti, e kësaj dite që më ka kthy mbrapa, ku më ditë sa vite. Faleminderit Valbon.
Faleminderit dhe me nxerr qofsh. Faleminderit që na nderove. Shkupi është edhe juaj, pasi jeni kuadro i Shkupit dhe na gëzon shumë që na hapat edhe panairin si aktiviteti i parë. Në Mesgurësh përkunden ëndrat. Në Mesgurësh përkunden ëndrat për një legjendë që e dëgjoj me vite. Aty pranë lumi gjarpërues të shekujt në pagjumësi. Qyteti i vendlindjes sime që kur e ruan lashtësinë me thesaret e pashkruara mbi tokën time. Qyteti i vendlindjes sime ka kocka dhe mure të përjetësisë. Aty ruan themelet e padukshme në altarin ku flitet shqip. Pas luftës erdhën kërkimtar me libra në dorë, takuan njerëz të vendlindjes sime dhe asnjëri nuk dinte se jemi aty ne. Varet tashme janë zhdukur, arkeologët edhe më tej kërkojnë. Kërkojnë themelet e objektit për ritualet shqip dhe një mend, aty janë themelet, aty në Gradefc flen reliktet tona, aty qëndron galeria e fjetur dhe besnikërisht ruhet ndërshekuj bashk me emrin e të parëve ta. Aty ruhet, me zgurëve. Miq e adhurues të librit dhe të fjalës së bukur. Po bindemi se poetët e vërtet kanë një gjuhë dhe një mision të shenjtë për ta çuar shoqërinë e çdo shtrese drejt paqes, reformës dhe progresit kulturor, ekonomik, moral e kështu me radhë. Unë falenderoj zotrin Izet Mexhitin, kryetari i komunës së Çajirit, për besimin dhe mbështetjen që më dha për realizimin e këtij aktiviteti, por gjithashtu e falenderoj edhe për mbështetjen e vazhdueshme që jep në zhvillimin, kultivimin dhe ruajtjen e traditave dhe kulturës son, anë e kënd ku gjendet gjaku ynë. Shtëpive botuese që janë prezent në Panair, ju uroj punë të mbarë dhe falenderoj përzemërsisht që nuk ngurojnë kur të jenë mes nesh për të na pasuruar shpirtin dhe për të na ndriçuar mendjen me dritën e librit dhe vizionin e të ardhmes për një shoqëri të shëndosh. Gjithashtu, falenderim i veçantë shkon edhe deri tek ju, miq dhe dashamir, që më nderuat me pranin. Ju falenderoj dhe vazhdoni edhe më tej të na ndiqni me aktivitetet e bukura plot gjallëri që i organizon Komuna e Çajirit dhe përfaqësuesit e kulturës që ka sjellur për ne. Në zemër të çarshisë së vjetër të Shkupit, krah figurës emblematike të adhetarit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ju falenderit. Kishim pak vështirësi, po ja dolën mban. Faleminderit dhe uroj punë të mbarë në vazhdim.